sot me takimin Francë-Rumani çelet si pari edicionit të 15 kampionatit evropian, pjesë të cilit është dhe Shqipëria. Për herë të parë në historinë e më shumë se 80 viteve, kombëtara shqiptare do të mbajë gjallë një kombë të tërë përmes ballafaqimit me skuadrat e kontinentit plakt e Evropës. Shqipëria bën pjesë në grupin A krahas Francës, Zvicrës dhe Rumanisë. Ky eveniment për të gjithë popullin shqiptar anë mban botës do të përcillet çdo ditë dhe nëpërmjet televizionit Alpo. Për të sukses, arritjet të kombëtarëve shqiptare edhe qytetarët gjirokastrit mbeten të prirur për të qenë pjesë shpirtërore dhe morale e kuqezimeve shqiptar. Nesër, ekipi kombëtar në regjinë e Gjani Debiazit do të luajë takimin e parë atë me Zvicrën në orën 15:00. Ky evropian për ne shqiptarët është një evropian i veçantë, sepse është hera e parë në të gjithë jetën e ekipeve kombëtare të Shqipërisë që Shqipëria hyn në evropian. Ky është sukses i madh. Por ne shqiptarët, duke përfshirë dhe veten time, kemi shpresa të mëdha që ne të zëm një vend, nuk shpresoj të zëm as vendin e parë ose vende kryesore, po të zëm një vend. Mundësisht të mundim Zvicrën dhe të bëjmë ndonjë barazim me Francën. Pse pikërisht të mundim Zvicrën? Ta mundim Zvicrën për të ecur. E para, e dyta, ta mundim Zvicrën sepse tu japin të kuptojnë edhe këtyre lojtarëve tanë shqiptarë që në rast se do hidheshin këtej nga ne prap kemi forca të tilla që ta mundim Zvicrën. Megjithatë, edhe për ta bërë këtë sfidë. E dyta është që kombëtarja jonë ka ecur mirë me forcat e saj, me punën e madhe që është bërë, por dhe me një mbështetje të madhe të popullit tonë, të kombit tonë, për të arritur atje ku ka arritur. Shpresoj, po e them edhe një herë, shpresoj që kombëtarja të na nderoj ashtu siç presim të gjithë ne shqiptarët me një dëshirë të jashtëzakonshme. Dhe do ta ndjekim sekond me sekond. Europianin do ta shikojmë bashkë me njerëzit, do bëjmë tifozloj për Shqipërinë, por pa eufori. Sepse ne dim që mundësi që kemi. Për të gjithë shqiptarët është një arritje kjo e ne e kemi mbaruar ciklin. Po kaluam më tepër, do të thotë që jemi më të mirë në tjerët. Ose mund të përsëritet edhe koha e Greqisë, që Greqia u kualifikua, mori dhe kupën e Europianit dhe pse s'është çudi. Që mund të ndodhë edhe për kombëtarën tonë? Ndodhi edhe për kombëtarët tonë, sepse kemi lojtarë shumë më cilësor. Dhe kemi një ekip, kemi një kombëtare me një moshë mesatare shumë të re. Kjo është e mira e ekipit tonë. Urojmë suksese, punë të mbarë, edhe të ndin, inshallah me një sukses që e presim të rrugojapur. Kombëtarja tonë është një histori e veçantë. Unë kombëtaren e kam ndjekur në stadiumin Qemra Safa që në 88-ën. Ama si kjo kombëtare, ne kishim e të rinjt, ne kemi mundu italianët, kishte problem me gjermanët. Ne kemi të garantuar kalimin në finale, qoftë edhe me 0-0, e kemi të kaluar. Me 3 barazime ne kalojmë. Kalimi në grup? Po, në grup. Ama nuk është në i çudi Debiazi të bëjnë në i çudi të madhe. Ajo varet e Fendikoj kemi Debiazin, i kemi të gjithë djemë të shkëlqyer, të përgatitur, ata do japin jo 120%, që thot Debiazi, ata do japin 200%. Emocionet e këtij Europiani do t'i përjetoni dhe përmes emisionit bashkë me Europianin që do të transmetohet çdo ditë nëpërmjet valve të radio televizionit Alpo. Në radhë parë, ju përshëndes ju dhe Alpo TV, është kënaqësi për mua që të jem pjesë gjatë gjithë Europianit me ju bashkë, në emisionin bashkë me Europianin. Do të thoja që do të kemi diskutime të gjëra tekniko-taktike për ecurinë në tërësi të gjithë Europianit. Megjithatë do të shtoja është dhe një risi këtu, pjesëmarrja për herë të parë në një kompeticion të tillë kaq të rëndësishëm e Shqipërisë tonë, që këtu nuk do flasim për skuadra tjera, për Gjermaninë apo për Italinë në pjesën e tifozllikut, se jemi të gjithë me Shqipërinë, edhe kjo është një risi shumë e madhe për ne si shqiptarë dhe në tërësi për gjithë kombin shqiptar. Pastaj për gjëra të tjera, t'ja lëm ndeshje pas ndeshje, hap pas hapi do të thoja, besoj që do jetë një gjë shumë e këndshme, shumë e bukur bashkë me Alpo TV-n. Jemi bashkë aty gjatë gjithë Europianit.